Agjencia e Mbikëqyrjes Policore dhe Prokuroria e Korçës vjojnë hetimet në lidhje me ngjarjen e rëndë të ndodhur ditën e djeshme në lozhan të Maliqit, ku Violan Braçellari, në përpjekje për t'i shpëtuar policisë, ka qelluar mbi efektivët, duke lënë të vdekur Enea Mekollin dhe plagosur në kokë Edison Adrin. Nga kontrollet nuk është gjetur municion, çka bën të besojë se Braçellari ka përdorur gjithë arsenalin që posejdonte për qelluar efektivët e përfshirë në operacionin e kapjes së tij. Mësohet se nga hetimet e prokurorisë dhe AMP-s për zbatimin e procedurës dhe protokollit nga ana e Drejtorisë së Policisë së Korçës nuk janë konstatuar shkelje, sa i takon mungesës së kërkesës nga ana e Policisë së Korçës për forcat Renea apo forcën operacionale. Grupi hetimor bën të ditur se Policia e Korçës ka vlerësuar në mënyrë korrekte rrezikshmërinë e Braçellarit, i cili ishte i dënuar për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike dhe jo për vepra të rënda penale që lidhen me jetën. Kërkesa për forcat Renea vlerësohet rast pas rasti dhe nuk është detyrim që zbatohet në çdo operacion policor.